Dërsa i pandehuri Vakis thotë se duhet të hedhur disa molla aty, se do të veprojmë ashtu siç na thonë nga lart. Vazhdimisht në telefon dhe e monitoron terrenin se si duhet të veprohet. Në kuadër të provave, respektivisht raporteve të cilat përmbajnë prova materiale, janë 14 të tilla. Pastaj vazhdojmë me raportin njoftues të Policisë Kosovës, Departamenti kundër terrorizmit, për pandehurin Dejan Pantić, i cili shihet me fotografi identifikuese, po ashtu edhe nga vendi ngjarjes, përfshirja e tij në veprimet inkriminuese për veprën penale për cilën akuzohet, CD-ja me video incizime nga kamerat e sigurisë nga Prokuria Themelore e Mitrovicës, nga i cili qartazi shihet i pandehuri Dejan Pantić i veshur me një xhaket si e mbi ngjyrë mbyllur, që i përkiste mbrojtjes civile, dhe atë rrethorës 14:34, duke ecur në drejtim të zyreve të KKZ-s, ku është edhe kryer sulmi, ku në ato çaste kalonte edhe një autoambulancë me sinjal alarmues. Veçmas duhet potencuar raporti njoftues i Policisë Kosovës. Ky është një ndër raportet që përmban prova konkrete, komunikimet mes pandehurit Dejan Pantić dhe Miomir Vakić, e të cilët bisedojnë dhe fotografojnë vendin e ngjarjes ku shkryer sulmi dhe planifikimet për sulmet e ardhshme. Një ndër komunikimet në të cilat i pandehuri Dejan Pantić me pandehurin Dejan Vakić është se bisedojnë për pjesën ku gjendet zyret e KKZ-s dhe aty nga të pandehurit komunikohet se aty thuhet se aty shkunden ndardhat, ndërsa i pandehuri Vakis thotë se duhet të hedhur disa molla aty, që konkludohet në vendin ku ndodhte sulmi. Pastaj Vakiçi i thoshte Dejan Pantićit se duhet përsëri gjuajtur mjetet shpërthyese në atë vend. Sa i përket inkriminimeve të pandehurit Aleksandr Vlajić, kjo dokumentohet pra me raporti njoftues, video incizimet, CD-ja, e sidomos nga komunikimet të cilat janë bashkangjitur këtij raporti, me të cilat i pandehuri Vlajić komunikon në mënyrë të qartë para se të ndodhë sulmi, duke ju thënë bashkë të pandehurve të tjerë, respektivisht personave me të cilët koordinohet, se do të veprojmë ashtu siç na thonë nga lart. Është një ditë para ndodhjes së sulmit, tash do ta shohim edhe në kuadër prezantimit komunikimet e pandehurit Dejan Pantić, të cilat janë në kuadër të këtyre raporteve. Këto janë udhëzimet të cilat i pandehuri Vlajić përmes sistemit Viber të telefonit të tij ju jap të pandehurve të tjerë dhe atyre që ndërmarrin veprimet inkriminuese. Këto janë fotografi të siguruara nga zyrtarët policor, të cilët një ndër ta ka jap edhe dëshminë konkrete këtu, i cili duket qartazi duke ardhur tek zyret e KKZ-s në ditën kritike kur ndodh sulmi, komunikon vazhdimisht në telefon dhe e monitoron terrenin se si duhet të veprohet. Në këtë slajd shihet, në slajdin e anës së majt shihet se sapo arrin policia me e vendos hapjen e zyrës së KKZ-s, i pandehuri Vlajić i rrethuar me të kuqe, kthehet përsëri tek zyret e KKZ-s dhe në ato momente i kontakton pandehurin Milun Milenković dhe një person për të cilin jemi duke hetuar dhe i cili gjendet në Arati, që të ndërmarrin veprime inkriminuese, duke ju thënë që merrni ato, mos i harroni në gjuhën serbe. I pandehuri Milun Milenković, në njësinë e tij drejtohet në drejtim të zyrave të KKZ-s, gjatë rrugës pa asnjë arsye i sulmojnë 4 të mitur persona për rast i cili është i hapur në Mitrovicë dhe që është në procesim e sipër, pa asnjë arsye i sulmojnë në qendër të Mitrovicës. Këtu e kemi strukturën se si ka funksionuar, domethënë tek numrin e, në qoftë se mund ta shihni, i pandehuri Lune me një grup prej personave të tjerë drejtohet në drejtim të zyreve të KKZ-s. Në slajdin respektivisht në provën numër 2 shihet ngrumbëllimi i strukturave, respektivisht i atyre personave që grumbulluan për ta sulmuar bashkërisht zyret e KKZ-s me qëllim që mos të organizohen zgjedhjet lokale, persona për të kryer sulmin terrorist.
me qëllim që të mos mundësohet funksionalizimi i strukturave shtetërore në pjesën e veriut, respektivisht organizimin e zgjedhjeve lokale në atë komunë. Pra, i pandehuri Milan Milenković shihet në telefon e po ashtu edhe i pandehuri Dejan Pantić në vazhdimsi ofron udhëzimet përmes telefonit të tij dhe drejtohet tek zyret e KKZ-s për koordinimin sa më të mirë të sulmit, i cili do të ndërmirej 5 minuta pasi që autoambulanca vije këtu. Autoambulanca është ardhur në bazë të një thirrje fiktive me qëllim që të sjell materialet shpërthyese. Zoti Idrizi këtu ka thënë se kjo ka qenë diku rreth orës 14 e diçka. Mirë po shiqoni të dyja fotografitë. Në të dyja fotografitë shihen domethënë dritat e ndezura të lokaleve prapa të pandehurve, që domethënë se bëhet fjalë për mbrëmje apo për ova fotografia nije mogla da nastane oko 14 çasova. Domethënë që kjo fotografi nuk ka mundur të bëhet në ora 14. Këto nuk janë dy fotografi të njëjta, të cilat janë afruar. Ky është vetëm një interpretim i prokurorisë. Kako bi Miluna povezala sa kogoda je ova novi. Ashtu që të ndërlidhin Milunin me këndë që është në këtë fotografi. Nëse dikush din të më thotë se kush është kush në këtë fotografi dhe në këtë kallabllak, në këtë mas, atëherë unë do të pranoj se unë kam kryer veprën terroriste, sulmin terrorist. Ju lutem gjyqtar, në bazë të një çantje e cila shitet me shumë micë që ta konstatoni se është Milan Milenković, sepse personi që e bën atë çantë nuk ja shohim fytyrën që ta konstatojmë apo ta identifikojmë se kush është ai. Dhe në fund ta shfrytëzojmë këtë seancë da nam tužilac që prokurori razjasni të na sqaroj da li posjeduje dokaz se posedon prova da je Aleksandar Vlajić pozvao Milana Milenkovića e ka thirrur Milan Milenkovićit në ditën kritike i ako ima taj dokaz da nam isti prezentuje dhe nëse e ka atë provë të njëjtën të na prezantoj ili neka potvrdi apo le të ono što vërtetoj sam ja naveo atë çfarë unë kam da je deklaruar to samo pretpostavka specijalnog tužioca. se këto janë vetëm supozimet e prokurorisë speciale. Unë në fillim në mënyrë të përgjithshme i kundërshtoj të gjitha provat. Ju keni pranuar një akt akuzë. Ja, e keni parë se me çfarë prova. E keni parë. Ju nuk i di pse as unë nuk jam i arrestuar. Në këto fotografi mund të jem edhe unë. Pse nuk janë gjithë këta njerëz këtu të arrestuar. Këtu nuk shihet askush. Dejan Pantić, i cili hecë domethënë me dorë në shtëpi, si udhëheqësi i ushtrisë i supozuar nga ana e prokurorisë. Ky është zbatimi i pastër i politikës nëpërmjet rrugëve të drejtësisë. Pikë. Nuk kemi çfarë të themi tjetër.